Këto ditë, pemëtarët Dugagjinas janë duke shfrytzuar motin me diell për krasitin e pemëve. Esat Kukalaj nga Drenoci Deçanit thot se toka pjellore dhe kushtet klimatike në këtë lokalitet janë në favor të kultivimit të gjitha llojeve të pemëve, mirë po është shumë shqetësuese se me këtë veprimtari janë duke u marrë shumë pak fermer. Kjo që është dikun 10 hektar, kultivojnë mullën, e kultivojnë edhe mirë bile, edhe kvaliteti i mullës është shumë më i mirë se sa në disa toka tjera. 81-ës merremi me pemëtari, kjo veprimtari të na shumë pak o ka zhvilluar. Si rregull duhet mu të refishu, është shumë profitabile, jemi mungi me pemëtari, nuk i plotësojmë kushtet. Sipas pemëtarëve, kjo kohë është shumë e përshtatshme edhe për trajtimet e tjera si janë ngelqerosja e trupave, spërkatja dhe pleherimi pranveror. Kem përfundu krasitjen, pleherimin e kem bua me kohë, tash sot po përfundojmë edhe ngelqerosjen e pemëve, kurse si pemishtë të komplet janë dikun 6 hektarë 30 hektarë. 1 hektarë 30 hektarë në Lithia, 1 hektarë gjysën Ara, 3 hektarë 30 hektarë kem Kumba dhe kem një basë mikse me 5 hektarë. Njohësit e agronomisë thonë se kjo është periudha e fundit për përmbylljen e këtyre proceseve të domosdoshme në pemëtari. Janari shkurti deri marsi është koha e krasitjes pemëve. Po këtë vit kemi një stacion më të hershëm, edhe kështu që jemi vonu pak në disa krasitje, po nuk do të thotë që ndikon në frydhanjen e këtij viti. Secila lloj pemëve i ka karakteristika vetë të krasitje. Këtu jemi një pemishtë ku është e formuar me kunora, tash kemi të bëjmë veç në mirëmbajtjen e pemishtes nëpërmes krasitjes. Sipas statistikave, në komunën e Deçanit janë rreth 150 hektar me mollë, ndërsa në nivel vendi nuk ka më shumë se 3000 hektar.